Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 5, nga vargu 22. Kapitulli 5, nga vargu 22, vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Ju gratë, nënshtrojuni burrave tuaj por si Zotit, sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai vetë është shpëtimtari i trupit. Ashtu si kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet t'i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Ju burra, t'i doni gratë tuaja, sikurse dhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të, që ta shenjtërojë, pasi e pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës, që ta nxjerrë atë përpara vetes të lavdishme, pa njolla, rrudha, a ndonjë gjë të tillë, por që të jetë e shenjtë dhe e paqortueshme. Kështu burrat duhet t'i duan gratë e veta, por si trupat e tyre. Kush do gruan e vet, do vetveten. Sepse askush nuk urreu mishin e vet, por e ushqen dhe kujdeset me butësi për të, sikurse dhe Zoti bën me kishën. Sepse ne jemi gjymtyr të trupit të tij, të mishit të tij dhe të kockave të tij. Prandaj njeriu do të lërë baban e vet dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të bëhen një mish i vet. Ky mister është i madh, tani unë e them në lidhje me Krishtin dhe me kishën. Por secili nga ju kështu ta doj gruan e vet sikurse e do veten e vet. Dhe po kështu gruaja ta respektoj burrin. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Ndero baban tënd dhe nënën tënde, ky është urdhërimi i parë me premtim, që ti t'i jesh mirë dhe t'i jetosh gjatë mbi dhe. Dhe ju etër, mos provokoni për zemërin fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshillë të Zotit. Ju shërbëtorë, binduni zotërinjve tuaj sipas mishit me druajtje dhe dridhje, në thjeshtësinë e zemrës tuaj, por si Krishti, duke mos shërbyer për sy e faqe, si ata që duan t'ju pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtor të Krishtit, duke bërë vullnetin e Perëndis me zemër, duke i shërbyer me dashuri, si për Krishtin dhe jo si për njerëzit. Duke ditur se gjithë secili, qoftë skllav apo i lirë, po të bëj të mirën, do të marrë shpërblimin nga Zoti. Dhe ju zotrinj, bëni po kështu ndaj tyre, duke i lënë kërcënimet, duke ditur që i tyre dhe i juaj Zot është në qiell, dhe se tek ai nuk ka asnjë anësi. Amin. E falenderojmë Perëndin, vëllezër, aleluja. Fjala e Perëndisë i drejtohet kishës, vëllezër, aleluja, për të patur një marrëdhënie krejt ndryshe, motra dhe vëllezër, aleluja, nga bota që na rrethon.
i krishteri në marrëdhënie me familjen, motra dhe vëllezër, aleluja, do të jetë dritë në të gjithë njerëzit. Për të patur vëllezër, aleluja, familje të shëndosha në Zot. Sepse fitoria e të krishterëve, vëllezër, aleluja, është pikërisht në familjet e shëndosha, të qëndrueshme në besim, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe do të edukojë kjo familje edhe brezin që vjen në një mënyrë krejt ndryshe nga që kemi kaluar më përpara. Këtë vepër, motra dhe vëllezër, aleluja, në çdo njeri personalisht, në çdo fëmijë, në çdo burrë dhe grua, e bën vetëm fryma e Perëndisë. Nëse njeriu i zgjedhur nga Perëndia është i mbushur me frymën e shenjtë, ai do të mësohet, do të kuptojë qëllimin që ka Perëndia për çdo njeri. Pse Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, na thotë ju s'mund të bëni dot asgjë pa mua. Sepse e di shumë mirë Zoti, vëllezër, aleluja, natyrën tonë. Qoftë të burrit, qoftë të gruas. Di shumë mirë, motra dhe vëllezër, gjendjen se ku jetojmë, se si rriten fëmijët tanë dhe ku rriten, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj thotë marrëdhënia jonë me Zotin është pikërisht çelësi ku ne do të kemi familje të shëndosha, fëmijë, motra dhe vëllezër, aleluja, të bindur në fjalën e Perëndisë, që Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, do të bëjë një vepër në këtë botë me të zgjedhurit e vet. Ata janë krejt ndryshe, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk ka asnjë lloj krahasimi familja e zgjedhur nga Perëndia, që është e mbushur plot në frymë, me frikën e Zotit, ecën sipas fjalës të Perëndisë, është krejt ndryshe, motra dhe vëllezër, aleluja, nga ç'na serviret në këtë botë. Nëse do t'i qëndrojmë vërtet në këtë marrëdhënie me Zotin, atëherë do të kuptojmë rëndësinë e gjithë secilit në jetën e vet, në këtë thirrje hyjnore të Perëndisë. Shikoni me vëmendje, vëllezër, fjala se çfarë na mëson ne si të krishterë. Fjala nuk është për botën jashtë, asnjëherë, motra dhe vëllezër, aleluja. Fjala është për të gjithë ata që e duan Zotin, kanë rilindur, motra dhe vëllezër. Dhe rilindja ka të bëjë me një jetë të ndryshme. Rilindja është do shumë kujdes, motra dhe vëllezër, aleluja, që ta shohim në veten tonë. Jam një krijesë tjetër që e dua vërtet Zotin dhe i bindem Zotit. Apo jam një njeri, motra dhe vëllezër, aleluja, që kam dëgjuar për parajsën, e dua parajsën, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe jam një njeri tipik që eci me një farë rregulli, motra dhe vëllezër, aleluja, por larg dashurisë për Perëndin. Duhet ta shikojmë, e dua vërtet Zotin, motra dhe vëllezër, sepse ai na deshi i pari dhe tregoi në jetën tonë dashurinë e tij, forcën e tij dhe që është pranteje në çdo moment.
dëshmon me frymën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, në jetën tënde, Zoti, për të qenë i bindur që Zoti është ai që të do, që të ka thirrur dhe ka një plan me ty, me çdo njeri. Ju gra, nënshtrojuni burrave tuaj, por si Zotit. Për çfarë arsye thotë motra dhe vëllezër, gratë ti nënshtrohen burrave të tyre, po si Zotit. Që në fillim, motra dhe vëllezër, aleluja, Perëndia zgjodhi burrin, e burri në parajsë, dhe i dha pushtet mbi çdo gjë, motra dhe vëllezër, aleluja, burrit. Dhe thotë, kur pa, motra dhe vëllezër, gjithçka që kishte krijuar Zoti, pa që diçka i mungonte njeriut. Dhe thotë, i bëri grua dhe ja dha burrit, motra dhe vëllezër, ndihmë. Por lexonja me vëmendje fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja, urdhërimin Perëndia ja dha burrit përpara se të krijojë gruaja. Kishte marrë urdhrin nga Perëndia për çka është e lejuar dhe çka është e ndaluar, motra dhe vëllezër, aleluja, për njeriu. Dhe pastaj i dha gruan ndihmë. Pse e theksoj, motra dhe vëllezër, aleluja? Sepse Zoti do t'i kërkojë llogari burrit për çfarë do lloj gjëje, motra dhe vëllezër, që do të ndodhë në familjen e tij. Për çfarë do lloj gjëje që ndodh në familje, motra dhe vëllezër, aleluja, është përgjegjës burri, sepse atij Zoti i ka dhënë autoritetin dhe pushtetin për të drejtuar. Prandaj thot këtu, ju gra, nënshtrojuni burrave tuaj, por si Zotit. Sepse burri është kreu i gruas. Sikurse dhe Krishti është kreu i kishës. Dhe ai vetë është shpëtimtari i trupit. Ashtu si Krishti është Zot, motra dhe vëllezër, aleluja, i kishës, dhe kisha shkon gjithmonë dhe i bindet çdo lloj urdhërimi, motra dhe vëllezër, aleluja, të Zotit. Ai është shpëtimtari i trupit. Krishti thot. Edhe burrit i ka dhënë një autoritet të tillë në familje, motra dhe vëllezër, aleluja, që të jetë përgjegjës për familjen e vet. Është shumë e rëndësishme të shikojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë renditje që Zoti ka bërë në fjalën e Perëndisë. Këto lloj pushtetesh që Zoti i ka dhënë në familje, motra dhe vëllezër, aleluja. Çfarë ndryshoi, vëllezër, në parajsë? Djalli e tundoi Evën, i foli diçka kundër, motra dhe vëllezër, aleluja, urdhërimit të Perëndisë. Dhe gruaja, duke e besuar atë, motra dhe vëllezër, aleluja, që dëgjoi, shkon dhe ja servir burrit të vet. Urdhërimi diej, motra dhe vëllezër, aleluja. Burri kishte marrë një urdhër nga Perëndia dhe duhet të qëndronte besnik urdhrit. Gruaja duhet t'i bindej burrit, motra dhe vëllezër, aleluja, në çdo gjë. Dhe që të dyja gjërat ranë. Burri nuk besoi, motra dhe vëllezër, në urdhërimin e Perëndisë, dyshoi. Dhe çfarë ndodhi midis të dyve, motra dhe vëllezër, aleluja?
u larguan nga parajsa. Sepse u prish ky rregull që kishte vendosur Perëndia, vëllezër, aleluja. Ishte burri, pastaj u bë gruaja, motra dhe vëllezër, dhe falenderojmë Perëndin. Nuk është gjë, ajo që thua ti, i tha gruaja burrit, nuk është kështu. Duhet të ndryshoje. Burri nuk ju bind zërit të Perëndisë për t'i thënë është e vërtet që Zoti na ka folur, por e burri në dyshim, motra dhe vëllezër, aleluja, është apo s'është, ashtu siç thot Perëndia. Dhe gjithçka ne e dimë historinë se çfarë ndodhi, motra dhe vëllezër. Për të vendosur një rregull të tillë që të kesh paqe në familjen tënde, që është parajsa jote, duhet përsëri, motra dhe vëllezër, të shohim në fjalën e Perëndisë këtë rregull që ka vendosur Zoti për të qenë një familje e shëndoshë, për të patur paqe në familjen tënde. Zoti na mëson se si duhet të sillemi, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë marrëdhënie familjare. Është shumë e rëndësishme familja në sytë e Perëndisë. Ashtu si kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Ashtu si kisha, motra, aleluja, vëllezër, i është nënshtruar Zotit në çdo gjë që thot fjala e Perëndisë, në çdo fjalë, në çdo gjë që thot Zoti. Kështu dhe gruaja thotë duhet t'i nënshtrohet burrit në çdo gjë. Vazhdojmë më poshtë që të shohim gjithë kuptimin, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse deri këtu shohim që grua si ka hequr gjitha të drejtat, nuk ka të drejtë, gruaja të sugjerojë, të flasë, motra dhe vëllezër. Ne ta shohim marrëdhënien e të dyja palëve për të patur një familje vërtet të shëndosh. Ju burra, t'i doni gratë tuaja, sikurse dhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për ta. Burri, motra dhe vëllezër, aleluja, megjithse Zoti i ka dhënë një autoritet të tillë në familjen e vet, përgjegjës për familjen e vet, për ecurinën në familje, për gjithçka që ndodh në familje, motra dhe vëllezër, është përgjegjës burri. Nuk duhet të ndarë detyra e burrit, motra dhe vëllezër, aleluja, me grua. Përgjegjësia e burrit të ndahet me grua. Ju burrat i doni gratë tuaja, sikurse dhe Krishti ka dashur kishën dhe ka dhënë veten e vet për të. Dashuria, motra dhe vëllezër, aleluja, që burri duhet të ketë për gruan, është e njëjtë, thot motra dhe vëllezër, aleluja, si dashuria e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Shpeshherë, motra dhe vëllezër, ne i drejtohemi Zotit dhe i themi falna Zot. Kam gabuar. Shpeshherë gabojmë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe paraqitemi tek ai për të marrë mëshirën e tij. Dashuria e Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, gjithmonë fal. Gjithmonë, motra dhe vëllezër, aleluja, në pret krahapur. Dashuria e Krishtit, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk ka mri, por gjithmonë, motra dhe vëllezër, aleluja, na fal. Nëse ne vërtet shkojmë tek ai, pendohemi, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë pendim ai e sheh.
Sepse është i njohur shumë i mirë, motra dhe vëllezër, aleluja, i zemrave tona. Ashtu si Krishti ka dashur kishën dhe ka dhënë veten e vet për të. Ai është flijuar, motra dhe vëllezër, aleluja, për kishën e vet. Kështu dhe burri, thot motra dhe vëllezër, me këtë lloj dashurie duhet ta dojë gruan e vet. Asnjëherë, motra dhe vëllezër, aleluja, Krishti nuk na lëndon. Asnjëherë, motra dhe vëllezër, Krishti nuk na fyen. Por na thotë me dashuri, nëse dëshiron, thot, kishës i drejtore, më ndiq. Çfarë dashurie, motra dhe vëllezër, aleluja, është kjo dashurie e Krishtit? Kështu duhet ta shohë burri, motra dhe vëllezër, falenderojmë Perëndin, grua, me një dashuri të tillë. Dhe sa më shumë, motra dhe vëllezër, aleluja, kur janë të zgjedhur nga Perëndia. Lavdi Perëndisë. Burri është Zoti im, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe i bindem në çdo gjë. Gruaja është, motra dhe vëllezër, e dashura ime, dhe për të unë jam gati t'i jap jetën, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo i dashurie dhe kjo i respekti, motra dhe vëllezër, që Zoti na mëson në fjalën e Perëndisë, e bën një marrëdhënie shumë të shëndoshë. Nëse kisha i bindet, motra dhe vëllezër, Zotit, çfarë do fitoj? Dashurinë e Krishtit do përfitoj, motra dhe vëllezër, aleluja, gjithçka ka përgatitur për ne Zoti, mbretërinë. Do ta ulë kishën, thot motra dhe vëllezër, në të djathtën e vet. Do të jenë përjetësisht bashkë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse kjo dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja, do të jetë e burrit për gruan, kjo do të na bëjë të qëndrueshme përjetësisht këtë marrëdhënie, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse dashuria dashuria mbulon, dashuria nuk krekoset, thot Zoti, nuk kërkon të vetat. Dashuria, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk flet asnjëherë keq. Kështu do të jetë dashuria e burrit, motra dhe vëllezër, aleluja, në marrëdhënie me gruan. Që ta shëntëroje. Ja ka dhënë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, që ta shëntëroje, thotë, pasi e pastroi me larjen e ujit dhe me anë të fjalës, që ta nxjerrë përpara vetes. Nga dashuria, motra dhe vëllezër, që ka për gruan, thotë këtu. Do ta nxjerrë përpara vetes të lavdishme, pa njolla arrudha ndonjë gjë të tillë, por që të jetë e shenjtë dhe e paqortueshme. Kjo dashuri, motra dhe vëllezër, e Perëndisë do ta bëjë kishën me bindjen e saj që të jetë shembull e paqortueshme, thot motra dhe vëllezër, aleluja, dhe do të trashëgojë përjetësi. Kështu burrat duhet t'i duan gratë e veta, por si trupat e tyre. Kush do gruan e vet, do vetvete. Ai që do gruan, motra dhe vëllezër, do veten e tij. Si që kërka gruaja vetvetja. Po, motra dhe vëllezër, aleluja, prandaj thot këtu, prandaj njeriu do të lërë baban e vet dhe nënën e vet, dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm. Prandaj thot ai që do gruan, do vetveten. Nuk është dobësi, motra dhe vëllezër, aleluja, të duash gruan, ta respektosh gruan,
ta nderosh gruan, motra dhe vëllezër, në çdo ambient, në çdo vend, në kudo. Është e zgjedhura ime. Është e zgjedhura e Perëndisë kisha, motra dhe vëllezër, aleluja. Falenderojmë Perëndin. Sepse askush nuk urreu mishin e vet, por e ushqen dhe kujdeset me butësi për të, sikurse dhe Zoti bën me kishën. Edhe një. Sepse askush nuk urreu mishin e vet. Kush nuk e do veten, thotë motra dhe vëllezër. Kujdeset për trupin e tij, kujdeset për gjithçka, me butësi, thotë, sepse gruaja është një enë delikate, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj thot, me butësi duhet kjo marrëdhënie, burr dhe grua. Ky mister është i madh, tani unë e them në lidhje me Krishtin dhe me kishën. Por secili nga ju kështu ta dojë gruan e vet, sikurse do veten e vet. Ashtu si çdo vetveten njeriu, thot burri, motra dhe vëllezër, kështu duhet ta dojë dhe gruan e vet. Po kështu gruaja ta respektojë, thot burrin, motra dhe vëllezër, aleluja. Janë dy gjëra të ndryshme. Në fillim duket, motra dhe vëllezër, e vështirë, gruaja ti nënshtrohet burrit në çdo gjë. Por unë shoh, motra dhe vëllezër, aleluja, të flijosh për gruan është më e vështirë. Ta duash gruan, motra dhe vëllezër, aleluja, ashtu si Krishti deshi kishën, është më e vështirë dhe Zoti vërtet i ka dhënë burrit, motra dhe vëllezër, aleluja, për të bërë më të vështirë, sepse mundet. Nga vetë natyra, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti i ka dhënë një fuqi të tillë burrit që të qeverisë, të drejtoje, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe të qëndroje. Falenderojmë Zotin. Fëmijë, bindjuni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Ju drejtohet fëmijëve, vëllezër, lavdi emrit të shenjtë, që t'ju binden prindërve. Kjo është e drejtë, bindja në prindrit është e drejtë në sytë e Perëndisë. Mosbindja, motra dhe vëllezër, aleluja, e fëmijëve ndaj prindërve nuk shihet me sy të mirë nga Zoti. Prandaj thot bindjuni. Dhe është një urdhërim, motra dhe vëllezër, nga Perëndia për fëmijët, që duhet t'ju binden prindërve. Ndero babanë dhe nënën tënde, ky është urdhërimi i parë me premtim. Urdhërim me premtim nuk ka, motra dhe vëllezër, aleluja, po të bësh këtë, do marrësh këtë. Urdhërimi i parë me premtim është nderoje nënën dhe babain tënd. Të nderosh, motra dhe vëllezër, aleluja, atin tënd, nënën tënde. Është urdhërim nga Perëndia. Pse çfarë, motra dhe vëllezër, është ky urdhërim? Që ti të jesh mirë dhe të jetosh gjatë mbi dhe. Që ti të jesh mirë në jetën tënde dhe të kesh jetë gjatësi, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Mbi dhe duhet të nderosh nënën dhe babain tënd. E falenderojmë Zotin. Dhe ju etër,
Mos provokoni për zemërin fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshill të Zotit. Edhe këtu, motra dhe vëllezër, do shumë kujdes me fëmijët. Ju etër, mos provokoni për zemërin fëmijët. Fëmijët, motra dhe vëllezër, nëse dëshiron ta mësosh, nuk duhet të arrish derisa ta zemërosh. Fëmijë. Por thot ta edukosh, motra, në disiplinë dhe në këshillën e Zotit. Ta këshillosh. Por jo ta dënosh, motra, aleluja. Ta këshillosh, por jo ta shpjesh deri në acarim. Marrëdhënien tënde me fëmijën. Në këshillën e Zotit, motra dhe vëllezër, ashtu siç Zoti na këshillon vazhdimisht ne me fjalën e Perëndisë. Edhe ne nuk i bindemi, motra dhe vëllezër, shpeshherë fjalës të Perëndisë. Dhe kur besojmë, pendohemi dhe themi Zot, falna dhe ai na fal. Kështu duhet jetë dhe marrëdhënia, motra dhe vëllezër, e prindërve me fëmijët e tyre. Të mos acarohen deri në atë pikë sa të zemërohen, motra dhe vëllezër. Ju shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj sipas mishit në druajtje dhe dridhje me thjeshtësinë e zemrës suaj, por si Krishtit. Heq fjalën shërbëtorë, motra dhe vëllezër, aleluja, por flas ju që punoni, sepse sot në marrëdhëniet tona, motra dhe vëllezër, në civilizimin tonë nuk ka masklever, por janë punëtorë. Dhe thotë, bindjuni zotërinjve tuaj, atyre që ju kanë punësuar. Duhet ju bindemi. Sipas mishit me druajtje dhe dridhje në thjeshtësinë e zemrës. T'ju druhemi, t'i respektojmë, do me thënë, motra dhe vëllezër, aleluja. Të mos i lëndojmë me thjeshtësi zemre, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, por si Krishtit. Do t'i shohim, motra dhe vëllezër, si zotëronjës, që na ka thirrur në punë dhe unë do të bëj gjithçka si për Zotin tim. Me këtë lloj respekti, motra dhe vëllezër, do të punoj, sepse ai është përgjegjës për punën time dhe ndihmon familjen time. Prandaj duhet ta respektojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, atë punëdhënës, si në Krishtin, thot, motra dhe vëllezër, dhe thot, duke mos shërbyer për sy e faqe, duke mos e bërë këtë, motra dhe vëllezër, aleluja, vetëm kur është ai sa për sy e faqe. Të krishterët nuk janë hipokritë, motra dhe vëllezër, aleluja, por punojnë si përpara Zotit. Është s'është. Më shikon, nuk më shikon, motra dhe vëllezër, aleluja. Prunari, unë do të punoj me ndershmëri përpara Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Por si shërbëtor të Krishtit, duke bërë vullnetin e Perëndisë me zemër, duke shërbyer me dashuri si për Krishtin dhe jo si për njerëzit. Duke shërbyer në këtë punë që jam thirrur, ta bëj me dashuri si për Zotin tim, motra dhe vëllezër. Jo si për njerëzit, por me respekt shumë të madh, si për Zotin tim, do të punoj. Në ai që më ka thirrur në punë. Duke ditur se gjithsecili, qoftë skllav apo i lirë, po të bëj të mirën, do të marrë shpërblimin nga Zoti.
Po të bësh të mirën, gjithmonë mirë, thot motra dhe vlezër, aleluja, atëherë do të marrësh shpërblim nga Zoti, nga Perëndia. Dhe ju zotërin, bëni po kështu ndaj tyre, duke lënë kërcënimet. Edhe ju që i keni marrë në punë, thot motra dhe vlezër, aleluja, të bëni po kështu, si përpara Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, ta shihni punëtorin që është, që ju shërben, motra dhe vlezër, aleluja, që punon atje, me këtë sy do ta shihni, thotë, jo duke kërcënuar, motra dhe vlezër, aleluja, sepse ke pushtet. Duke ditur se i tyre dhe i juaj Zoti është në qiell dhe se tek ai nuk ka asnjë anësi. Si ati që të shërben, si ai që shërben, motra dhe vlezër, aleluja, edhe pronari ka një Zot mbi kokë. Dhe ai, pa mbajtur anësi të asnjërit, thot motra dhe vlezër, do t'ju jap shpërblimin që të dyve. Do t'ju jap përgjigjen që të dyve, motra dhe vlezër, aleluja, falenderoj Perëndin. Këto janë marrëdhëniet që Zoti do të ndërtojmë të zgjedhurit e Perëndisë. Që të zgjedhurit e Perëndisë, vlezër, aleluja, të jenë në dritën në këtë botë. Një dritë me sjelljen e tyre. Një dritë me jetën e tyre, vlezër, aleluja. Dhe kjo dritë, kjo marrëdhënie në këtë familje, kjo marrëdhënie me fëmijët, kjo marrëdhënie në punë, motra dhe vlezër, bie në sy në këtë botë. E shohin të gjithë këtë dritë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe do t'i japin lavdi Zotit. Këta janë krejt ndryshe. Kështu dua të jenë dhe unë, si kjo familje, si këta fëmijë, si kjo grua, si ky burrë, e falenderojmë Perëndin. Kjo është drita që Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, ne na mëson të jemi dritë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe do të ndodhë vetëm nëse ne vërtet jemi në frymën e Perëndisë. Fryma e Perëndisë, vlezër, do të sjellë fryt në jetën e çdo njerit. Nëse nuk arrijmë dot, motra dhe vlezër, aleluja, të zbatojmë atë urdhërim që na jep Perëndia, jemi të mangët në frymë. Nuk arrijmë dot të kuptojmë vendin gjithsecili ku e ka, motra dhe vlezër, aleluja. Ku e kam vendin? Cili është vendi im? I fëmijës ka një vend, i gruas ka një vend, i burrit ka një vend, motra dhe vlezër, i punëtorit ka një vend, i shërbëtorit ka një vend, thotë Zoti, lavdi Perëndisë. Këtë do ta bëj vetëm fryma e Zotit, motra dhe vlezër, aleluja. Nëse do të udhëhiqemi nga fryma e Perëndisë, ai do të na zbulojë vendin tonë. Ai do ta bëj, motra dhe vlezër, aleluja, që ne të jemi dritë vërtet, sepse për këtë jemi thirrur. Amin. Zoti na bekoj këtë fjalë.